Çdo qytetar I cili ka një pasuri të paluajtshme të regjistruar në kadastër, ka mundësi të përfitojë nga procesi I rivlerësimit me afat deri në 31 dhjetor të 2026 me normën 5%. Në varësi të dy mënyrave, në varësi të cilës mënyrë do të ndjekë për rivlerësimin, patjetër që do të ketë sasi të ndryshme, po themi tarifë të ndryshme, tarifa është 5%, do të ketë sasi të ndryshme para që do të paguajë në ASHK. Ka dy mënyra, një është me vlerësues pasurive paluajtshme, të cilët përpilon një raport vlerësimi të pronës dhe t'i aplikon nëpërmjet jellbenjës në ASHK bashkë me raportin e rivlerësimit dhe më pas ASHK të nxjerr faturën dhe paguan 5% të diferencës midis çmimit të blerjes, pra kostës së marrjes në pronësi, edhe vlerës që kanë nxjerr vlerësuesi, dhe mënyra e dytë është drejt për drejt me çmimet minimale fiskale, që aplikon drejt për drejt në ASHK pa ndihmën e një vlerësuesi pasuri paluajtshme, dhe ASHK më pas në varësi të zonës ku jeni nxjerr vlerën e pasurisë, edhe në të njëjtën kohë do tregon se sa është tarifa që do paguar, pra sa është 5% I çmimit të diferencës. Në të njëjtën kohë, përveç se zonës ku ndodhet, në këtë radhë hyn në funksion edhe vjetërsia e pronës. Pra në varësi të pronës, ASHK do të bëjë amortizimin e çmimit minimal fiskal dhe çmimi I diferencës do të jetë midis çmimit të blerjes, pra vlera e diferencës do të jetë midis çmimit të blerjes edhe vlerës fiskale që do nxjerrë ASHK-ja me zonën dhe me vjetërsinë bashkë. Një qytetar kurioz patjetër për të përfituar sa më shumë pyet, cila për mua mund të ketë më shumë përfitime monetare në këtë rast, cila mënyrë e vlerësimit të pasurisë? Gjithkohës unë do sugjeroja që të marrësh një vlerësues pasuri paluajtshme dhe ta çosh pronën në vlerën reale të tregut. Pse? Sepse vetë tregu ka pasur rritje. Çmimet e referencave ne akoma kemi përveç qytetit Tiranës janë të gushtit 2023-shit, për gjithë pjesën tjetër të Shqipërisë janë të 2016-s dhe në të njëjtën kohë një vlerësues I pasuri paluajtshme në moment që të harton një raport merr në vlerësim skenar të ndryshëm të pronës dhe mund të japi edhe indicie se sa mund të vlejë kjo pronë pas 6 muajit, pas një viti. Kështu që gjithë kohës unë do të sugjeroja me një vlerësues jepi vlerën maksimale të tregut dhe paguaj sot këtë tarifë, e cila është 5%, ndërkohë që ta paguash nesër që mund të jetë 15%. Me shishim tek rivlerësuesi, tek eksperti, në informacionet e dhëna edhe ditën e djeshme thuaj që procesi mund të realizohet në jellbenja, edhe në këtë rast shumë qytetarë ngatruan që nuk kam nevojë për një rivlerësues pasurie, mund ta bëj vetë totalisht. Si qëndron e vërteta dhe sa e vështirë është për të arritur tek ky proces? E vërteta është që mund të aplikosh nëpërmjet jellbenjes, por sot ke dy rrugë, ose do të vlerësosh pronën në atë nivel që shteti të tregon se sa vlen prona, ose do të vlerësosh pronën në nivelin që eksperti tregon se sa vlen prona. Në të dy rastet shkon në jellbenja, në rastin me vlerësues, përveç se dëna pronës do duhet të ngarkosh në sistem edhe raportin e rivlerësimit, raportin që e vlerën e pronës, në rastin e parë me drejt për drejt me ASHK pa ndihmën e vlerësuesit, por duke pranuar vlerën që shteti tregon se sa vlen prona jote, atëherë nuk ke nevojë të ngarkosh asnjë lloj dokumenti tjetër sepse ato tashmë janë në regjistrin e ASHK-s. Por thash, në një ekonomi normale, unë do preferoja ta vendosja vetë vlerën e pronës dhe mos të pranoja çmimet minimale fiskale. Pse? Sepse tashmë ato janë shumë larg nga realiteti. Pra mund të ketë diferenca shumë të mëdha nëse dikur zgjedh që shteti ta zgjedh vlerën e pronës tënde. Po patjetër se janë të nëntorit të 2016-s për gjithë pjesën kryesore të Shqipërisë, vetëm për Tiranën janë të gushtit 2023-shit, por duhet të kemi parasysh nga gushti 2023 deri ditën e sotme patjetër që kanë mësuar ndryshime. Ndërkohë keni edhe një letër në dorë ku shpjegohet praktikisht për të gjithë qytetarët që ta kenë mundësi, doja që të ndaleshim konkretisht nëse mund ta kthenim edhe pak letrën nga kamera dhe ta shpjegonim më qartë. Pra në rastin kemi marrë një rast hipotetik që një pronë është blerë në 2005-ën, pra është 20 vite e vjetër, është blerë në vlerën 60.000 euro. Në 2026-ën do duhet ta rivlerësojmë. Në momentin që do të marrim një vlerësues pasuri paluajtshme, kemi supozuar që kjo pronë vlerën e tregut e ka 120.000 euro. Ndërkohë që çmimet fiskale, vlera minimale fiskale është 100.000 euro. Në përgjithësi çmimet fiskale në Tiranë shkojnë 23% poshtë tregut. Ndërkohë që për shkak se është 20 vite e vjetër, në një moment që do të bëhet procesi I rivlerësimit, në ASHK do të shkonte me vlerën 80.000 euro. Pse? Sepse zbritet 1% për çdo vit vjetërsi. Pra nëse certifikata është e 2005-s, 20 vite vjetërsi nga çmimi minimal fiskal do të zbritet 20.000 euro. Nga 100.000 euro do të shkojë 80.000 euro vlera minimale fiskale. Dhe në këtë moment diferenca që do të paguaj nëse do të shkojë drejt për drejt me ASHK-n, pra nëse do të pranoje vlerën që shteti jep pronës sënde, do të ishte 60 minus 80.000 euro është 20.000 euro, do të paguaj 1.000 euro rivlerësim, ndërkohë që në kartel do të ngele vlera 80.000 euro. Në momentin që ti shkon me vlerësues pasuri paluajtshme, do duhet të japësh një vlerë tregu, pra vendos japër vlerën e tregut që është 120.000 euro. Në këtë rast diferenca është 60.000 euro, që për 5% që është tatimi në këtë rast I rivlerësimit do të paguash 3.000 euro. Por duhet kemi parasysh në një moment që këtë pronë ti e shet pas 1, 2, 3 vitesh,
Në momentin që ke vlerën 80.000 euro, diferenca me çmimin që ti do e shesës do të jetë diferenca me çmimin të shitjes dhe 80.000 euroshit. Dhe në atë moment ti do të paguash 15% të ataj diferencë. Ndërkohë që është më mirë të japësh një vlerë tregu sot, sa më afër realitetit që kur ta shesës të kesh një diferencë më të vogël dhe të paguash më pak para, sepse tashmë ke para paguar dhe ke kursyer për këtë gjë. Kështu që prandaj ne jemi kryesisht për versionin e vlerës së tregut, sepse kjo është më saktë dhe ndihmon qytetarët.